Deri 200 euro në vjet e shumë tarifat e tjera mujore për varësisht ku e ki konton. Këto janë kostot që realisht i paguajnë përdoruesit e kontove derisa zeshtë ty dush me pas një llogari bankare, pra varësisht prej bankës deri në 200 euro në vit dhe tarifat të ndryshme në konto. Ndër tarifat më të këqija duket që i ka shtat shparkase, pastaj bankat e tjera. Me aq sa ku pa banka me filiale janë vetëm 3 që janë Bedinungslos, kostenlos, edhe pastaj ka banka më të lira e kështu me radhë varësisht prej bankës edhe kushteve të tyre që i kanë për përdorimin e kontove. Një konto e gjeta krejt të një bankë gjermane e cila ka dhe bonus real, jo bonus kështu fake me dytërimi pa lidhje. Po këto mujna mi fol një video tjetër nëse keni interes të tillë, nëse jo kur gjo kërkujna, më thoni në komente çfarë banka dhe sa pagunin mujt për atë bankë.